banor. Ka filluar që 10 ditë, por ngjarjet janë të shumta sikur të ju raportonin për qëndrim 100 ditor. Amo mustanin se komo ta palu, komo ta e koros, që kur ta shpal. Po flasim për edicionin e 4 të Big Brother VIP Kosova. Banorët po zbulohen e po dalin në shesh të vërtetat e tyre që janë fshehur në fillim. Privatet i periku në përtuki gjitha. Allah. Au kry. Si fillim, me të nisur duhet diskutuar debatin e Albës me Benitën kundër Elionës. Me qras 2 vajzat janë dënuar me nominim sepse bullizuan dhe goditën me jastëk duke i bërë presion psikologjik. E madje Zena ja përmendi dhe nënën e ndjerë, ku i gjithë opinioni publik reagoi me të madhe. Kur ki mami? Kur shta ku e ki mami? Që i thani kështu? Qka the? Se në qani kështu? Qka ne përmene ti? Pse përzim? Qysh ku e ki mami? Qysh ku e ki mami? Kamera atin Pse po përzim fjallin mami? Qysh mami? Kush ka mami? Kemi dëgjuar versionin nga më të ndryshme e kuptuar më tutje situatën e saj. Të kthehemi pas në kohë kur Binaka ishte 7 vjeçë. Prindërit e saj ishin në divorc e sipër dhe sistemi i Gjermanisë e pati marrë Elionën, duke ja mohuar prindërve kujdestarin. E njëjta ka jetuar me një familje gjermane për rreth 6 vitësh, e pastaj baba i saj fitoi përsëri kujdestarin. Trajmi të hënës u karakterizua me një rrëfim rënqathës të banorës, e cila mes lotësh tregoi më shumë rreth aksidentit tragjik që i mori nënën dhe motrën. Me lot në sy e kujtoi momentin e 25 korrikut, ditën kur ishte nisur me autobus drejt Kosovës. Jena nis me autobus, të shkon në Kosovë, edhe nuk e di do më thonë, kur nuk kena pas rrugë më të gëzueshme. Një rrugë që duhet të ishte e gëzueshme, por që u shëndrua në fatkeqësi. Mandej, e kemi ditë për mamin vetë. Ajo ka treguar se babai dhe vëllau ndodheshin në Gjermani, ndërsa Eliona u thonte me motrat. Me nëse 5 korrekt, ora 6:20, veç ku di njerës të gërtit edhe veç e qova krytë dhe e ku një erë shumë të keqë. Ky rrëfim ka shtangur e lëm pa fjalë krejt shtëpin, burra e gra, duke i kërkuar falje banorës që ja kam përmendur nënën. Por situata nuk mbaroi këtu. Çka raportuan deri tani mediat? Disa portale vendore raportuan për një lidhje dashurie mes Elionës dhe një djalit emrin e të cilit e ka Elton, i njëjti jeton në Gjermani. Është në dieni familja e saj për gjithë këto shpifje, e pa ta reaguam përmes Instagramit dhe ky është postimi tyra. Të shumta ishin reagimet e masës për këtë histori, duke i shprehur ngushëllime asaj për rastin, e dhënë kurajo për të vazhduar rrugtimin e saj. Ajo që na la pa tekst është padyshim e papritura që ndodhi nga opinionistja Leonora Jakupi. Ajo si asnjëherë më parë qohu me dënes duke apeluar që çiftet të durojnë dhe sakrifikojnë enkas për fëmijët. Për të gjithë ata baballar, ato nana që kalojnë për divorce dhe është
Eliona është një rast tipik i gjallë që fajin e prindërve pak të disiplinuar e pëson fëmija. E në këtë mes një 18 vjeçare cila mbeti pa nën qysh para 4 viteve. Të kthehemi tek debatet e fundit, ja vlen të përmendet që hyrja e Labit ka shkaktuar telash. Brama, kam në labinat. Jo, unë kam marrë të punë. Ku si që pam shkurta nuk e mirëprite, madje janë njësi direkt me kunja, duke e goditur këngëtare. Amo mëstanin se komo ta palu, komo ta e koros, që kur ta shpalësh edhe vijat e koros ta më të mitë se kur ta ka palu. Edhe unë që t'javë. Se e di që ka orë angst. Se çka do të ndodhë më tutje me formatin më të përfolur në vend, do e kuptojmë në episodën e radhës.